personale me armë të shtonë. Ata të ishte plastike këtë gazë? Ishte pika të më thënë janë plastike, janë gome, janë prove. Ja, shumë janë sepse do kështë një plastike. Edhe këto kjo është realiteti. Goditja në shafë? Po, goditja është në pika jetësore, dhe më thënë, ku personi mund të mbohet në gjizanë, dhe e rëndësishme është dhe të mbohet se kur bëhet fjallë për një person me armë, nuk do të kemi tolerancë. Tolerancë të vera. Do të dite? Ok, pra kjo është një pjesë e avancuar dhe në mbërgës personanse. Si taekwondo dhe Krav Maga janë dy sporte që e kanë në qëndër të nëmënes dhe si plan primar mbërgën personale. Po në që se femra për shumë ndodhe në situatat të tilla, arrin edhe femra që Po, edhe femra të shokën do mbërën sepse ato përdorin teknikën kundër dhunës dhe nuk përdorin forcë kundër forcës, sepse vetë kuptohet forca teknikën kundër dhunës, që i gjutë në pikat jetësore, se vitale. Kanë një sportista fësor, që nuk bëjnë në një dy luftim, po thuaj se direkt, sepse tapeti është pasaj kufizuar, i që mundohen në mundohen kësa si propaqe që të regojnë një dhe një teknik të dhulluftime që janë goditjet e gjithave të mesën, të lartën, në ajrën, firma, të ndinime dhe tyre, gjithashtu dhe lëviza strategike në tapet, gjithashtu duke parë dhe kursimin e energjisë, dhe më thënë që ata mund të argjojnë në dhulluftime, sepse e bërë të jo për një ndeshje, bërë për shumë ndeshje në kampionatë, që nuk përdojnë në strategike. Por besoj se është edhe më e vështirë në momentin. Besoj se është më e vështirë në momentin që bëjnë thjesht provë pa e gjuajtur. Besoj se është më e vështirë në momentin që bëjnë pa e gjuajtur, sepse në momentin që provë të kundërshtohet është akoma më e lehtë. Po, sepse në këtë rast duhet edhe të kontrollohen, të mbajnë goditje, ndërsa është me jetë pa të shprehjes teknikën lishëm në kundërshtas. Takoni, do të dite, atyre vajzat bëjnë mbërtje personale. Vajzat dhe kuptohet që janë në një gradë, në më thënë, goqa, mesatare,